Starton sfida. Arkimi tani i mirë, është goditja me kokë, 1-0. Vllaznimi merr kryesimin, Ron Rogova ka shënuar me njerë pas asaj mundësie që pati Ramiz Sadiku. Veli intervenoi për mrekulli në aksionin vijues mysafirët. Musaj në këtë rivën janësore. Topalli vazhdon me topin, Ernis Topalli provon goditjen. Sa afër ishte. Për fare mbi, pak mbi port përfundoi ajo e djathtë e Rogova e ka marrë mirë topin, goditja tani! Jashtë. Pak sa dhe këndi i kamerës. Topi ullur mirë për te Përvetica. Vetëm 3 mbrojtës në repartin defansiv të vllaznimit. Përvetica, goditja ka pritur Hadis Veli. Afër golit të barazimit. Me kokë nuk ja del Dobova. Topi kthyer jo mirë dhe çfarë mundësie tani për skuadrën e vllaznimit. Porta boshatisur, goditja, çfarë intervenimi. Taulant Halidi ka shpëtuar një gol të sigurt. Minuta 58. Teti pak në asur Dragusha nga reagimi i tij shumë sa dobët. Topi kthyer nga Krasniqi për portierin Isufi. Përfitoi Rogova, mori topin, provoi goditjen. Skenderi vazhdon me topin. Pasimi i tij në çantë, çfarë mundësi për ta mbyllur këtë ndeshje, vllaznimi në shtyll. E pabesueshme nuk arrin ta mbyll këtë ndeshje skuadra mysafire. Rasti ishte i artë për Edmond Likajn. Çfarë pasimi i dha Emir Skenderi. Rreth shkurt pa interesuar normalisht lojtarët e vllaznimit dhe këtu gjyqtari e mbyll ndeshjen. Vllaznimi arrin të fitojë 1-0 në udhëtim te Ramiz Sadiku.